A është gati elektorati me u kthy të PDK-ja? Cili është problemi apo hezitimi që keni mujt ju me identifiku tek elektorati? Se në kulmin e rritjes PDK-ja ka pas rezultat 34%. Sa e di unë. A është gati me u kthy te ju? Unë besoj bos disa matjeve që kemi, bos diskutimeve në teren, me qytetarë që kemi. Po para matjeve ju keni një analizë dhe jeni politikan, jeni pjesë e strukturave të PDK-s. A i diskutoni mrena këto çështje dhe me thonë në një moment të caktum, a është gati që ky elektorat me na ribesu neve, sepse edhe ne kur kemi qenë pushtet, s'kemi qenë me laçe, dhe ka ndodhur disa zhvillime që sot ende i faturohen Partisë Demokratike të Kosovës. Besoj 6 vjet nuk janë të vogla që me tërgu edhe me bo dallimin me pushtetet e tjera që kanë udhëheq me Kosovën. Dhe tash këtë aspekt varet edhe Albin Kurti që është dhe më mot. A i thë që nësë këmë premtu me bo projektet e mëdhaja. Si pas tine, po është një premtim vetë-vetiu ku t'je kryeministër edhe ku t'e planifikon një budget. A i premtim është. Ti mund është mos mi përmenë kërë rrugën për Gjilan. Dhe mund është me thonë asë një premtim për stadiumin e Gjilan. Por te ke planifiku. Edhe besa e ka premtu edhe publikisht. Vitin 2022 do të përfundon autostrada për Gjilan. Nuk u bo. 2023 e ka shty qështu. Dhe besoj qytetarët e Mirfield, bile posh edhe një reagim në një tubim që e patën e Gjilan, kur tha kemi jap 8 milion për ndërtimin e kena fillu ndërtimin të stadiumit në Gjilan, edhe pat reagimin qytetarëve kapen gjithë Po, Venioni, tha fija. Jo, kena tretë, po gjithsesi. Fantastike kjo ajo. Reagim i natyrshëm i njerit. Edhe kjo nuk as tek votuesve vet nuk hahet. Ai reagim, a nën kupton se ai qytetar nuk po don me hangër mat njëjtën çorbë. Po, për mendimin tam, problemi kryesor është që qytetarët vendi, sidomos ata që ja kanë nisur me besu vetëvendosjes, peshojnë veten si tifoz të një ekipi futbollit dhe disa nuk po mundin mu largu shumë shpejt prej atij se po mendojnë që janë kontribues në fitoren e vetëvendosjes. Edhe unë personalisht e pata edhe një thirrje publike, thash bëni tifoz të Kosovës, që nuk do të mi dash partinë politike më shumë se Kosovën. Nuk do të me ka adhurues të një politikanit.